Përshëndetje. Kemi këtu me parashikimin e datës 20. Data 20 nëntor të 2025. Duke se kemi një ditë me rëndësinë e vet, rëndësinë e veçantë, sepse jo vetëm se kemi është rëndësi e veçantë për sa i përket kësaj dite kaq të rëndësishme, një ditë që mund të flasim për gjithçka duam dhe kërkojmë. Po pse kaq e rëndësishme? Është kaq e rëndësishme sepse koha që ndodhin fenomenet, momentet që ndodhin, bën që tjetë rëndësishme. Ka të bëjnë në data 20 kemi hënën e re të nëntorit që formohet në shenjën e akrepit, duke na dhënë një optimizëm për gjithçka na pret në të ardhmen. Një hënë e re pozitive për të vendosur qëllimet tona afatgjatë, pasi formohet trekëndshja me Jupiterin, Neptunin, Saturnin dhe këndët e kësaj hëne janë mjaft të rëndësishme për të ardhmen. Njëra është lidhja me Mërkurin retrograd, e cila mund të kemi mundësi dhe rezultate pozitive, edhe pse me vonesa. Dhe opozita e Uranit, e cila sjell ngjarje të papritura, zhvillime të papritura, dhe ne ndjejmë ndikimin e madh. Është pozitive për të lënë pas të kaluarën dhe gjithçka na ka lodhur, ndërsa aktivizon dhe në intuitën tonë. Ndikojnë shenjat fikse, përkatësisht Demi, Luani, Akrepi, Ujori të Dhiti Qytet, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Pra na jep mundësinë, na jep kohën, na jep vullnetin tonë që neve të jemi të sigurt për atë që neve duam të realizojmë dhe të arrisim qëllimin tonë. Për sa i përket një takimi që mund bëhet, mund të jetë mbasdite, sepse ka ndikim shumë të madh kjo hënë dhe mundoni që ta përdorni për të mirën tuaj.